Wassalamu ala nabina Muhammad, amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm dhe shpirtplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me gjithë të cilët e ndjekën ata pasojën të deri në ditën e gjykimit. Ndërrohet vëllezër besimtar, vazhdojmë inshallah edhe sonte me ligjëratën javore, historitë e Kuranit famullar. Ku sonte inshallah do të flasim përsëri për një nga historitë që Allahu Azza wa Jalla na përmend në Kur'an dhe që padyshim në çdo histori që përmend Allahu Azza wa Jalla ka dobi dhe mësime që të nxirren për ne. E sonte është historia e Dhul Qarnaynit. Dhul Qarnayni është një person i cili ka jetuar shumë kohë përpara, por që Allahu Azza wa Jalla kishte dhënë atij pushtet edhe normalisht ishte prej besimtarëve. Fjala Dhul Qarnayn do të thotë ai i cili posedon dy bringat apo ka dy bringa. Edhe kanë thënë shpjeguesit e Kuranit famullar se çdo më thotë ka pas dy bringa. Një pjesë e tyre kanë thënë që kjo do të thotë se ai ka pas pushtet, çka ka pas, do të thënë dunia, lindje deri në perëndim. Një mendim tjetër është se ai, duke qenë njëri i drejtë, është dhunuar nga zullumçar dhe është çar në dy anë të kokës së tij. Dhe një mendim tjetër është po ashtu që Dhul Qarnayni ishte Aleksandri i Maqedonisë. Megjithatë, nuk ka një argument të saktë domethënë se kush ishte Dhul Qarnayni dhe sepse ka këtë emër. Megjithatë, Allahu Azza wa Jalla përmend në Kur'anin famullar kur thotë: "Wa yas'alunaka 'an Dhil Qarnayn", e të pyesin ty o Muhammed për Dhul Qarnaynin, kush ishin ata që pyetën? Thanë ishin qifutët, sepse ata dinin që, pra dinin nga historitë, nga librat e mëparshëm, më thonë, për Dhul Qarnayni. E thuaj, thotë Allahu Azza wa Jalla, "Qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra." Thuaj që ne do t'ju tregojmë për Dhul Qarnaynin disa fragmente, disa pjesë për të historisë së Dhul Qarnayni. Inna makkannahu fil ard, thot Allahu Azza wa Jalla, ne thotë dham atij pozitë në tokë. Wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Dhe ne thotë i dham thotë atij që në çdo hall dhe situatë që ai të gjendet, ai t'i japi zgjidhje. Pra aq pushtet kishte që në çfarë do lloj situate që ai të gjente, Zoti kishte dhënë atij mundësinë që ai të zgjidhte punën. Më pas Allahu Azza wa Jalla thot fa atba'a sababa, ai thot ndoqi dhe vazhdoi rrugën e tij thot në kërkimin e hallave dhe problemeve që ishin në dunja. Derisa thot Allahu Azza wa Jalla hatta idha balagha maghrib ash-shams. Deri thot sa arriti thot në skajin më të largët thot të perëndimit. Wa wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiya. Dhe e gjeti thot diellin thot të perëndoi thot pra në det, sikur ajo të ishte, do thon diçka që vlonte apo që ziente apo që digjej. Wa wajada 'indaha qauma. Në këtë vend pra në këtë skaj të largët të perëndimit gjeti thot një popull. Dhe i tham thot në Dhul Qarnayni qulna ya Dhul Qarnayni imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dhe i tham Dhul Qarnaynit o Dhul Qarnayn, ti je i cili ke në dorë gjithçka. Nëse don i dënon, e nëse don i fal dhe i toleron ato. E tha Dhul Qarnayni me pas Allahu Azza wa Jalla, qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adaban nukra.
E tha Dhul-Qarnaini, e ata të cilët sillen duke bërë zullumin në tokë. Edhe zullumi më i madh është padyshim mohimi i Zotit. Pra kufri. Dhe ata që bëjnë padrejsi në tokë, thotë ne thotë të dënojmë ata, pra duke më dhënë Allahu Azza wa Jall pushtet për në tokë, duke qenë për sa më i parë. E më pas kur të ktheheni tek Zoti i gjithësisë, ai përsëri do t'ju dënojë juve me drejtsinë e tij që atë që ju pra do të meritoni. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. Dhe ai i cili thotë besoj Allahun Azza wa Jall dhe punoi vepra të mira, pra këtu unë si i parë do të jap atij shpërblimin e merituar, pra atë që ai meriton për të mirën. وسنقول له من أمرنا يسرا. Edhe ne thotë do të lexojmë jetën e tij, dhe kjo është zakonisht për atë që Zoti ka dhënë pushtet, që njerëzve të japi atë që meriton. Nëse dikush bën faj, të marrë dënimin që meriton. Nëse dikush bën mirë, të shpërblehet më të mirë. Ajo siç ndoshta ne, më thonë në kohën ku ne jetojmë, ku i miri është gjithmonë i keq dhe i keq është gjithmonë i mirë. Më pas Allahu Azza wa Jall thotë, pasi që arriti skajin më të largët të perëndimit, thotë vazhdoi rrugën e tij, thotë. Pra puna e Dhul-Qarnainit ishte që të shëtiste në tokë, duke qenë se ai ka zotëruar gjithë tokën. Edhe një nga mendimet e dietarëve është që Sulejmani alayhis salam është ai i cili ka sunduar gjithë tokën, po ashtu edhe Dhul-Qarnaini prej besimtarëve. Dhe nga jo besimtarët janë Bukht an-Nasr dhe Qaruni. Pra thuhet se këto 4 persona janë ata të cilët e kanë zotruar gjithë tokën, pra kanë qenë pushtetarët e tokës, mbretërit. 2 kanë qenë për musliman, Sulejmani alayhis salam edhe Dhul-Qarnaini. Edhe 2 kanë qenë jo musliman, pra për tyre edhe Qaruni dhe Bukht an-Nasr. Thot më pas Allahu Azza wa Jall, ai thot vazhdoi përsëri rrugën, mbaroi punën e ku ishte dhe vazhdoi përsëri rrugën hatta idha balagha matla' ash-shamsi wa wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Derisa thot ai thot arritin në tani nga perëndimi në lindjen dhe skajin më të largët të lindjes. Në lindjen e largët. Dhe gjeti thot atë popull thot që mos kishte thot asnjë mburoj, pra nuk kishin zhvillim. Dilte dielli thot dhe e godiste ata. Pra nuk mbroheshin nga dielli, nuk kishin as shtëpi, nuk kishin as tenda, asgjë. Pra një situatë pra që nuk kishte asnjë lloj zhvillimi. Ndoshta mund të kenë qenë edhe në breg të detit ku nuk kanë pas mundësi për që të ndërtonin diçka. Por megjithatë Allahu Azza wa Jall thot ata thot jetonin pra si thoshti jetonin diell. S'kishin asnjë lloj mbulese për atë që ato i godiste. Kadhalika وقد أحطنا بما لديه خبرا. Thot ne thot kështu i dham mirësi thot Dhul-Qarnainit pra, dhe i dham atij thot informacion apo dituri thot në çdo gjë. Nuk tregon shumë për skajin e lindjes, derisa thot thumma atba'a sababa, derisa vazhdoi përsëri thot rrugën. Pra puna e Dhul-Qarnainit ishte të shihte njerëzit. Hatta idha balagha bayna saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Derisa thot arriti thot në mes të 2 maleve. Pra në një vend që kishte shumë male, derisa arriti në 2 male të mëdhenj. E gjeti thot aty një popull thot që nuk dini thot asnjë lloj gjuhe. Pra Dhul-Qarnaini nuk u mirë të vesh. Pra nuk kishte mundësi që të mirë të vesh me ato, vetëm se me shenja dhe. E megjithatë thanë ata, qalu ya Dhul-Qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsidun fil ard. Thanë ata o Dhul-Qarnain, duke parë pra se ishte njëri i drejtë dhe adhurues i Zotit, thanë e kemi këtu një fis
që emrin pra kanë Yajuxhët dhe Majuxhët, ata thot bëjnë shkatrimin në tokë. Sa herë thot që ne mbjellim, apo sa herë na thot arrimi pasurinë, thot ato hera sot vinë dhe na marrin pasurinë. Më pas i thanë Dhulqarnainit, fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. A thot ti japim ne thot për asaj thot që korrim apo që mbledhim thot prej pasurisë tokës që ne nxjerrim thot. Një problem thot në një pjesë të saj thot vetëm ti thot na bëj thot një pengesë thot mes nesh dhe atyre. Sikur të ishim shumica e jon, nuk të kishim refuzu. Po megjithatë Dhulqarnaini tha qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Tha ajo që më ka dhënë Zoti tha është më e mirë se ajo që po më jepni tha. Tha unë nuk du pasuri tha për asaj që ju mbledhni. Pra mirësia e udhëzimit, mirësia e të qenurit që ti rregullon punët dhe çështjet e njerëzve. Pushteti dhe dëria më thonë që mund të ketë që i kishte dhënë Zoti atij, ishte thot më e mirë se sa ajo thot që ju më jepni mua për pasurisë së kësaj dunjaje pra. Por sa nuk duan thot për asaj, megjithatë duan tha burra që dalin për jush dhe ti bëjmë ball pra Yajuxhëve dhe Majuxhëve. Në mënyrë që të bëjmë pra i pengesë që ata mos vinë tek ju. Dhe kështu i tha atyre, wa atuni zubra al-hadid, dhe më sillni tha blloqe të hekurit. Pra hekurin që keni nxirrini në mënyrë që të bëjmë një pengesë hatta idha sawa bayna sadafaini, derisa thot dy anët e malit, domethënë i rafshoi në mënyrë që të ndërtonte pengesën e hekurit. Dhe i tha atyre, tani ndizën e zjarrin pra, që të shkrihet hekuri, hatta idha ja'alahu nara, ka qala atuni ufrigh alayhi qitra. Tha më jepni tha prej derisa thot më thonë u shkri zjarri, më jepni thot edhe prej bakrit që të hedhë të bashkoj dhe edhe të ndërtoj pra atë mur i cili do të ishte pengesë mes Yajuxhëve, të cilët pra ishin mosbesimtarë dhe shkatrues të tokë. Edhe pas Allahu azza wa jalla thot famasta'u an yadhharuhu wa masta'u lahu naqaba. Dhe ata thot më pas nuk e patën më mundësi pasi që Dhulqarnaini ndërtoi pra këtë hekur, të mur të hekurit, që të kalojnë dhe të cënojnë pronën e tjetrit. Dhe ne e dim historinë e Yajuxhëve dhe Majuxhëve, ku Allahu azza wa jalla pra me Dhulqarnainin i ka pllakosur ata mes dy maleve, dhe ata nuk do të dalin nga aty deri kur të vijë fundi i kohës. Më pas Dhulqarnaini pasi që ka kriju këtë punë tha, qala hadha rahmatu min rabbi. Tha kjo është mëshirë për Zotin tim. Fillimisht njeriu kur e ka ndonjë mirësi, gjë që nuk ndodh shumë tek ne, është që të njehemi mirënjohës Allahut azza wa jall, krijuesi të gjithësisë, dhe të shohim që ora është mëshira e Zotit që kemi arritur këtë gjë që kemi dhe që jemi apo që posedojmë. Dhe nuk është aftësia jonë. Edhe pse Dhulqarnaini pra e kishte sundimin e gjithë tokës, ai ishte përsëri mirënjohës Allahut azza wa jall dhe e dinte se kjo është mëshirë për Zotin. As nuk e bën me një madh, as nuk e bë kryenet, as krye lart, as thot po unë isha ai sebeptari që e bona. Pra nuk u krenu dhe u bë pra mos mirënjohës Zotit e tij. Po tha kjo është mëshirë për Zotin. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, kur vi thot premtimi i Zotit tim pra, atë thot murin do ta shkatroj, pra që do dalin Yajuxhët dhe Majuxhët në fundit. Wa kana wa'du rabbi haqqan, e pa dyshim thot që premtimi i Zotit tim thot është i drejtë. Pra Allah Dhulqarnaini e ka ditë që
një ditë kur Allahu Azza wa Jall të caktojë që këta do të dalin për aty, do të dalin, sepse kështu ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Në qoftë se do ta krahasojmë pra situatën e Dhulqarnejnit dhe atij që Zoti ka dhënë pushtet me situatën tonë, do të shohim biles, më thënë sot, do ta shohim që është një situatë shumë e ndryshueshme me atë që pritet të bëjë ai që ka pushtet. Zakonisht kur Zoti jep dikujt pushtet, pra ai nuk din më se si sillet me njerëzit. Biles jo që të jetë i drejtë me ato, por ai keq trajton ato. Dhe e shohim, më thënë, se çfarë po ndodh sot në Shqipëri, ku torturohen apo vriten apo keq trajtohen, më thënë, qytetarët e saj, ndoshta edhe i mirët prona, ndoshta i mirët pasuria, dhe ashtu siç ka ndodhur, më thënë, edhe sot në Zvërnes për në Vlorë, ku edhe pse nuk është e qartë shumë, domethënë, se kujt i përket ajo tokë, por njerëzit janë ngritur për të marrë pronën e tyre, megjithatë shteti është në mbrojtje të atyre që kanë zaptuar tokë, apo ndoshta shteti e ka shitur tokën, se nuk e dim eksakt. Megjithatë, domethënë, njeriu kur ka pushtet e humb sensin e mëshirës së Zotit dhe pretendon apo mendon se ai është tani më sunduesi gjithçkaje. Megjithatë, pra kjo histori na tregon neve se sado që të kemi pushtet, pra Dhulqarnejni kishte pushtetin e gjithë dynjas. Ai përsëri tregoi se ajo që ai posedonte ishte prej Zotit të gjithësisë. Edhe neve që ndoshta nuk kemi pushtetin e dynjas, as nuk kemi pushtetin e shtetit, por çfarë do lloj gjëje që ne të posedojmë, do të jemi mirënjohës Allahut Azza wa Jalla dhe të themi se kjo është mirësi për Zot. Qoftë ajo edhe një rrobë të mirë. Pra mos na rritet mendja, apo dikush mund të ketë një makinë të mirë, apo dikush mund të ketë një shtëpi të mirë, thot unë e bona me krahët e mia, nuk ndihmoj kush, por minimalisht pra do të jesh falëndërues në Allahun Azza wa Jall. Minimalisht do të jesh falëndërues Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që Allahut Azza wa Jall, siç ai thot, wa in shakartum la azidannakum. Në qoftë se ju do të jeni për atyre që falënderoni, unë do t'ia shtoj juve mirësitë dhe begatitë e juaja. E mos të jemi padyshim për atyre që bëhemi me ndëmdhënie, kryeneç, kryelart, se me të vërtet ajo që ne posedojmë nuk është gjë tjetër vetëm se mirësi dhe begati që Zoti na ka dhënë neve. Jo se ne jemi, domethënë, të aftë nga vetja jonë, por është mëshira dhe mirësia e Zotit në çdo gjë që ne kemi, qoftë ajo post, qoftë ajo pasuri, qoftë ajo pushtet, domethënë çfarë do lloj gjëje që ne posedojmë, qoftë ajo edhe vetëm vetja jonë. Nuk është aftësia e dikujt që të jetojë gjallë, por është mirësia e Zotit që të jetë gjallë. Ne lutem Allahun Azza wa Jall që na bëj për tyre që pushtetin që mund të na japi, mund të na ketë dhënë, apo që kemi, sado i vogël apo sado i madh të jetë, ne të jemi gjithmonë mirënjohës Allahut Azza wa Jall, dhe mos të jemi zullumqar me pushtetin që ne kemi. Qoftë ajo sado i pak që të jetë. Lutem Allahun Azza wa Jall që na bëj për tyre të cilët falenderojmë Allahun Azza wa Jall, jemi mirënjohës atij dhe na bëj për atyre që largohemi nga zullumi dhe nga padrejtësia ndaj njerëzve. Lutem Allahun Azza wa Jall që ta mbrojë popullin ton nga të këqijat që i kanosen këtij populli dhe këtij vendi. Lutem Allahun Azza wa Jall që t'i largojë nga pushtetet ato të cilët pra sillen me njerëzit e tyre me hile, apo duke bërë atyre zullum, apo duke i bërë atyre, domethënë, padrejtësi, qofshin ato kushdo qofshin, majt, djathtë, kuj, zi, bardh, e verdh, ne nuk na intereson politika, ne intereson ky vend. E lutem Allahun Azza wa Jall që të bëj mirë dhe të cilë në pushtet njerëz të cilët pra e duan këtë vend dhe e duan të mirën e këtij vendi. E lutem Allahun Azza wa Jall gjithashtu që na falin e Diot na mëshiroj, e të na bashkojnë në xhenet ashtu si na bashkojnë në këtë vend. Amin, amin. Allahu e shpëlbojë. Mirë. Selam aleikum.